Ka një kategori të re burra shteti që nuk i gjen as në librat e historisë, as në filmat e mafjes. Janë krijesat e reja të pushtetit modern, të paprekshmit. Ata që kalojnë para kamerave me eskort kryeministrore dhe dosje tenderësh në dorë, ndërsa pas tyre tërhiqet një karvan me qese parash tenderësh, trafik droge, pengmarrje, vrasje dhe kafshime kriminale ndaj çdo shpirti që guxon të mos përkulet. Këta kameleon të korridoreve qeveritare sot janë të gjithë biznesmen vizionar, nesër inxhinier të sigurisë kibernetike, pas nesër truproja hijesh të pushtetit dhe natën, atë natë që nuk i shohim dot, shndërrohen në hijet e krimit që rreken të fshihen pas gardhit me trëndafila të kryeministrisë. Ata mburren se janë afër diellit të pushtetit, por se kuptojnë se flatrat që ua ka ngjitur shefi i madh janë prej dylli. Dhe të gjithë e dim fundin e Ikarit. Nuk kanë ide, nuk kanë profesion, nuk kanë as historik suksesi. Kanë vetëm aftësinë të puthin dorën që i ushqen dhe të kafshojnë këdo që shefi ua tregon me gisht. Aty fillon dhe mbaron karriera e tyre. Një jetë e tërë e ndërtuar mbi shërbimin ndaj një njeriu të vetëm, kryetarit të së keqes. Ata nuk pasurohen sepse vlejnë, pasurohen sepse janë të nevojshëm për punët që askush normal nuk i bën dot. Dhe kur bien nuk bien nga drejtësia, bien nga shefi që nuk ka më nevojë për ta, sepse këta nuk kanë vlera, nuk kanë bes, nuk kanë identitet. Janë thjesht mjetet e një regjimi që kur thyhen hidhen në kosh. Dhe më tragjikja është se ata e din shumë mirë këtë, prandaj vjedhin sa munden, sa më shpejt munden. Sa kohë që ura nuk është djegur ende, njerëz pa moral, pa bosht, pa identitet, që duan vetëm të jenë dikushi, edhe nëse për këtë duhet të jenë askushi. Janë shërbëtor të idealit, që shefi të mos shqetësohet kurrë nga ligji dhe ata që i dalin kundra. Por këtë janë gati të zhdukin edhe ndonjë biznesmen të gabuar, të fusin thikën në shpinë edhe mikut që dje i hapi derën, të hapin gropa për t'i varrosur ata që nesër i quajnë vëllezër, por fati është hakmarrës. 3 vite mbret, gjithë jetën peng. Peng i pushtetit, peng i trafikantëve që i kanë besuar, peng i mafjes që investoi tek ai. Sot mburren si djemt e fortë pushtetit. Nesër shndërrohen në dosje me kapse të kuqe dhe pas nesër në një legjendë urbane që rrëfehet me zë të ulët nëpër kafene. E ke dëgjuar atë? Na ishte i paprekshëm derisa e zbythën. Historia nuk i mban mend me emër sepse emrin nuk e kanë pasur kurrë të tyren. Atyre u ka takuar vetëm no-name i shërbëtorit, etiketa e qenit roje të korrupsionit, që leh për shefin dhe kafshon popullin. Ata e kanë ditur gjithmonë se nuk janë burra shteti, por ushqimi i llavës së pushtetit, që djege flak çdo krimb që mendon se është dragua. Në fund gjithçka që mbetet nga ta është një listë me tender të sekuestruar, disa kamera të fshehta dhe një arrati qesharake pas pasqyrës së famës së rreme, sepse kështu është kur jeton për të tjerët dhe vdes nga vetja.